Absolutisht absurde në mënyrën më të mirë të mundshme. Kejt kjo flok që po i del prej gojet, po t'ingllon si pej një njeri që ka hi komplet me një personazh tjetër, një frekuencë e re e butës, ku nuk po munohet mo me t'inglu veç cool, po ma shumë po doket edhe po t'ingllon si një villain i filmave horror të viteve 80. Jo kësi horrore me jump scares, fake limonada që janë, po kësi horrore psikologjik, atmosfera, monologu, mënyra qysh po i përshkërun menimet, paranoja, nihilizmi, lodhja, dhuna, krejt po ta japin atë ndjesinë e një njeri që është i humbën terë dhe është okej që është të ndodhë që ajo, ka bo paqe me të. Refreni është komplet bizar, do me thonë. Ajo më bo një foto aparati. Që po dhët aparati. Do me thonë gjithë shka këtu po t'inglohen si një skene që regull të një filmi, ku kejtë senet janë glamour dhe dekadencë në sipërfaqe, po poshtë ki fatkeci, ki drog, ki malkem, ki sevape, ki gjinohe, do me thonë totalisht kontrast. Ngamni, para se me vazhdu, i shkon mirë me i falenderu ata që e mundsojnë që të punën e recensioneve, është del ta kërop rjeti i pompave me 21 pika në krejt Kosovën, top kualitet derivatet, është Posta Easy. Posta Easy është posta ma kredibile në Kosovë. Super shërbim ndaj klientit edhe super shpejtësi në dërgesë. Po ashtu babun Kosova, porosit në jetë, downloadoni aplikacionin maksimum për 30 minuta ju vjen ushqimit e dera shtëpisë. Memento mori shpreja prej latinishtës me kuptimin remember you must die, mos harro që ki me dek, edhe tani çka po thot, çka ko mjelle kore, me një vend po thot, basically do me thonë që të dyja memento mori edhe çka ko mjelle kore, janë krejt filozofia e kongës. Te buta orma me fort gjithmonë ka qenë që muzika nxjerr pej situatave. Unë jam pej atyne që menej që mund është me pas drama publike, lëja publike, bifa, thashe theme, krejt ku ti del nonën e gabum, nonën e humsit, por nëse muzika është flok, njerëzit gradualisht kanë mi harru krejt tjerat edhe që to shihet qartë, buta është living example i kësaj, që ky trek ke qaq sek, qaq i fort në atmosferë dhe në atmosferën edhe në tonin që po e vendos edhe në autenticitet, sa krejt, qa me thonë, ngjarje tjera që janë sill rreth ti kove të fundit, po i bën me u dok sekondare, në plan dytë. Versi është basically një strimi mendimeve të një njeri që është lodh prej jetës që e ka bo, po njëkohësisht nuk din qysh me dal prej saj. E orrej being sober, po thot, po e orrej edhe drogën. Është, do me thonë, prej aty në reshtave që t'ingllon simple, po e përshkru një farë konflikti mental të një personi që nuk gjenera ati kërkon. Dallimi i butës me repera tjerë është se ai përshkru në senet në detaje që t'ingllojnë ma shumë si kujtime, se so si fantazi. Kur thot... Diske po një litër gjak, diske po zur jash, diske po plum nash, diske... Nuk t'ingllon si flex, nuk është diçka e zakonshme që e ngon në rap, ma shumë po t'ingllon si një njeri që është... desensitizu komplet prej jetës që e ka, do me thonë. Edhe që kjo mas nej po e bën shumë ma disturbing, shumë ma të ranë trekon edhe po t'lem pasoja. Ndërkohë teknikisht këtu po është absolutisht monstruoz, rhyming, rokje, delivery, ndrimi i flows, krejt po vinë natyrshëm, sidomos mënyra qysh po i përzin lafet e rrugës me referenca filozofike si Memento Mori, Tarot Cards gjana tjera që po e bujnë me t'inglu si një kombinim me street rapit edhe një ditarit, një antiherojit, një villain, do me thonë. Mas nej që ajo pjesa në dhomë titës, po do këtë halamarën, lafet po t'inglojnë halamarën, biti është shumë i artë, klaustrofobik, po thuj se cinematic, ta japat ndjesin që jetu e ngu një soundtrack një filmi crime horror që përfundon catch për krejt